Më në fund, pas shumë vitesh që nuk funksiononte, është vendosur në funksion sahati i Vlorës, krenaria e qytetit, një prej monumenteve kult të jetës sociale në qytet dhe njëkohësisht një simbol i trashëgimisë kulturore, sot funksionon për herë të parë pas shumë viteve. Akrepat e tij ngelen në të njëjtin vend 10 vite më parë, mekanizmi i orës së famshme të Vlorës qindravjeçare, pasi u rregulluan 10 vite më parë, brenda një kohe të shkurtër, ngecën sërish, duke mos punuar më për shumë vite të tjera. Monumenti i kulturës, me një rëndësi të veçantë për qytetin ton, një tregues i qartë simbolik i qytetit funksionon. Për herën e parë pas shumë kohësh, ai tregon të njëjtën orë të saktë që akrepat tregojnë në kohë reale. Një pikë gjithashtu orientuese për gjithë qytetarët e Vlorës, që tashmë funksionon më së miri. Qytetarët do të kenë mundësinë të orientohen me kohën, duke përdorur si referencë, si një herë një kohë simbolin e Vlorës. Projekti në fjalë për vendosjen e tij në funksion u ideua e realizua nga Bashkia e Vlorës, një projekt nën kujdesin e veçantë të kreut të kësaj bashkie, Ermal Dredha. Vlen këtu të theksojmë faktin se edhe pas realizimit të projektit infrastrukturor, i cili rehabilitoi të gjithë zonën historike të Vlorës dhe kullën e Sahatit, ora e famshme e Vlorës nuk funksiononte. Shkak ishte një defekt në mekanizmat e saj, të cilat nuk po ja dilnin t'i vendosnin në funksion. Disa ditë më parë, kreu i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha e ka shpalosur këtë punë të kryer për vendosjen e Sahatit në funksion në rrjetet e tij sociale, por siç mësohet, pavarësisht vendosjes së tij në funksion ditë më parë, brenda një kohe të shkurtër, ai pësoi defekt, ku akrepa ndaluan sërish. Është dashur një tjetër ndërhyrje dhe përfundimtare që ora të punonte në normalitet të plot, tashmë prej disa ditësh. Shpresojmë që të jenë ndërhyrja e fundit dhe të rifillojë të funksionojë në normalitet për një kohë të gjatë, duke mos pësuar të tjera defekte, pasi Vlora ka nevojë më së shumti për simbolet e saj historike dhe identifikuese.